Orges Arifi. Orges, mirë se erdhe prap në studion e Radio Tukagjinit. Ande besmer, është kënaqësi që jam përsëri në studion tuaj. E fitove medaljen e argjend prap, edhe pse luftove shumë për të ardhën, por që çka ndodhi realisht, çka e bani atë që nuk arritëm me fitu kryesore. Po normal në këtë kampionat shkova për medaljetare, pasi më thoni inshallah një ndër pretendentët kryesor për ta fituar, isha bartësi i tretë në renditje. Gjithçka shkoi mirë në ditën e parë, në ditën e eliminimeve, kisha 4 ndeshje, më thonë që dominova 4 ndeshjet. Asnjë moment nuk kishte pikë pyetje fitoria ime. Ndërsa në finale kisha një garues do ta pranojmë, një garues shumë të fortë, shumë të papërshtatshëm. Një garues jo i zakonshëm për mua, është pak më ndryshe lufta që shërbonaj. Kështu që në finale ishte shumë luftë taktike, si nga ona ime, si nga ona e tij. Kështu që unë poshta me rezultat minimal, 2-1, ndeshja ishte e afërt më thonë, dallimin e bënë nuancat shumë të vogla, kështu që duhet të kënaqem vetëm me medaljen e argjend edhe kësaj here. Çka e bën dallimin pak a shumë e the, ka shkuar gjithçka në nuancë shumë afërsisht shumë të përafërt, pavarësisht që ke luftuar në një prej garuesve mund të them derisht për më të mirëve në Evropë që kemi. Pra Ahmedovin, por çka nuk shkoi realisht, nuk ishte dita jote. Po, në finale kur hira në tatame në ndeshje nuk ndjesha aq mirë, po çka e bën diferencën ashta mendova shumë, taktizova shumë, më shumë sa që u desht. Po atë garuesin nuk e kam njoft shumë përpara, pasi ka qenë një peshë më lart, Rusia ka qenë suspenduar për shkak të luftës së kështu. Kështu që muajin e fundit ne kam marrë vetë që do garoj në kategorinë time, jo më nuk pak me studiu, por nuk kam pas ku mjaftueshëm. Edhe ndryshe një garues që nuk e ki kategori, nuk ka luftuar me asnjë kategori time përpara, kështu që nuk e kam ditë edhe shumë çu lufton. Por ato në ditën e eliminimeve ishte spektakolar, domethënë fitoi gjithë para kohe. Kështu që ajo që ai bën diferencën me ndoshta më thonë është gabim me imi. Ishte që taktizova pak më shumë sa që u desht, po edhe ai luftë me mua e bën ndryshe, edhe ai taktizoi shumë. Për sy ishte luftë, nuk ishte luftë interesant. Kush e ka pa luftën nuk ka shumë luftë interesant, pasi ishte shumë luftë taktike. Po ai e bëri një luftë mençur, në luftat më herët ai bënte gabime shumë, me mua nuk e bën asnjë gabim, shkoi luftë shumë sigurt, kështu që ishte shumë vështirë, kisha vështirë me gjetë veten në luftë me të. Sa është e thequr shumë vështirë me arrit me analizu një kundërshtar që nuk e nje brenda një gare, sepse kohë është shumë e shkurtër. Është e vërtet me këta garues tash që kam kundërshtar që kam pas të vitet e fundit, veç jam bërë shumë vite që jam me ta kundërshtar, dikon në 7-8 vite, me se cilin e kam përmi 6 ndeshje, kështu që me të tjerët nifemi shumë mirë, tepër mirë, çdo garë takohem mes veti, ndërsa veç ky ishte befasi, jo veç për mua, por gjithë kategorinë ka qenë befasi, kështu që nuk është njëjtë si me një garues kur e njeh që 7 vjet bën luftë me ta, kur i ke bërë edhe ndeshjen tatame, ke kalu pi bjen 3 minuta ndeshja, gjysore veç me një garues në tatame, si me një garues që nuk e ke pa kur çu lufton në kategorinë tënde. Unë kam pa pak në kategorinë në 67, por në 60 nuk kam pas rastin nuk ka luftu. Kështu që kjo e bëri me ne dallimin, nuk kisha shumë informata për të. Çka e bën the që ka shumë dallim, pavarësisht që luan rol 7 kg, pra në pesha, cili është ky dallimi, duhet të jenë tek puna e peshës kur përballesh me një garues tjetër ose ndron kategorinë krejtësisht. Kategoria tjetër është 67, kategoria ime 60. A është më lehtë kur ngritesh nga pesha 60 në 67 apo nga 67 thesh në 60? Varet pe garuesve, kemi dy shembuj. Kemi raste kur garues pe kategorisë time, domethënë pe 60 kanë hyrë në kategorinë 67, dhe në garën e parë janë bë kampionat e Evropës, ose pe 60 kemi një rast, kam një shok që ishte kategorinë time, një Maqedon, në garën e parë në kampionat botëror, mor pjesë në 67 dhe shkojnë finale. Po e kemi edhe rastin tash që ndodhe me këtë rusin, gara e parë që po garon në 60 kg dhe po kampion e Evropë. Kështu që mendoj që kategoria 60-67 parafërsisht aty nuk ka shumë dallim. Vetëm dallim që është 60 që është shumë vështirë me marrë peshën,
Shumica e garuzëve hupin shumë kilogram, kështu që mendoj për nga niveli besoj që janë aty. Çka tash pas kampionatit evropian, çka jep kampionati evropian për pikë, a ndihmon pjesa tjetër që të kualifikohesh me lehtë në botror? Kampionati evropian veç u kualifikova domethënë direkt në kampionat botror, pasi ka qenë sistemi të re, garuzë të parë, 2 finalistat edhe një vend i tretë që hub pe kampionit kualifikohet direkt. Po. Unë edhe ashtu isha shumë afër përmes renditjes të kualifikohem, isha dikon i 7-8 në renditje, përmes renditjes kualifikohen 8 garuzë. Mirë po tash e sigurova kualifikimin përmes kampionatit evropian, domethënë ishte shumë e rëndësishme se ishte i dyfisht. Përpos pesha që dihet që ka kampionati evropian, ishte e rëndësishme edhe për shkak që kualifikimit për kampionat botror. Kështu që mirë po synimi im është kam 2 mundësi, njëra mundësi është që të pauzoj, të mos marr pjesë në gara këtë vit, pasi jemi që kualifikum, po e kemi edhe një garë dhe një Premier League ku është mundësia që ne të kualifikohem përmes renditjes. Sepse nëse kualifikohesh përmes renditjes është më mirë, për shkak që në kampionat botror do ndahet short, ata 8 parë çka do jenë, nuk do takohen në grupe mes veti. Kështu që qëllimi im është të marr pjesën në një Premier League në Maroko. Besoj pa problem do e mri kualifikimin përmes renditjes. Përmes renditjes, pra e cila pra do ta mundson ta kesh më të lehtë në shortin e botrorit. Po du ndaljem erdhe, po nuk pushohej as pak. Madje ke pasur edhe trajnime me karatistë të rinj si në Shqipëri, po ashtu ke qenë edhe një turnir në Bullgari. Na tregon pak a shumë si shkoi kjo, edhe si ishte si experience me pas me qenë thuajse si një nxënës, fakt si një mësues për garuzë të rinj. Po u bë një kohë që ne praktikoj domethënë edhe rolin edhe trajnerit, edhe si garuz, nuk ishte diçka e re për mua. Është e vërtet me gare mas evropianit, nuk kisha kohë. Ishim me klubin tim në Prishtinë, ishim në një turne mjaft të fortë në Sofje, në Bullgari. Ishim aty me 4-5 garuz, gjithë morën medalje. Gjithashtu djek isha në një trening me një klub nga Shqipëri, me klubin më të mirë në Shqipëri, klubin Tirana. Kështu që ishte një përvojë mjaft e mirë, bënëm një trening atë, shfrytëzova edhe për veti, pasi javën tjetër do shkoj në Premier League-ën e Marokës, kështu që ishte gjithçka në rregull. Sa është ndihmëse e madhe kjo medalje të cilën e ke fituar edhe çfarë reklame të madhe jep një shteti? Po mendoj nuk thonë këta ambasadorët më të mirë të një shteti janë sportistët. Kështu që nuk mendoj që është një rezultat mjaft i madh për Shqipërinë, pasi edhe Shqipëria nuk ka shumë medalje, nuk ka shumë sportistë elitar, e kemi mundësat që janë me periudhën nga Rusia, kemi peshngritjen, atletikën aty këtu, por nuk ka që kanë rezultate shumë të mëdha. Kështu që unë ndihem mjaft krenar që për 2 vite ja sjellë Shqipërisë 2 medalje evropiane dhe mendoj me jap kontributin asaj për sportin shqiptar. A je mirë pritur nga krerët e shtetit siç bëjnë gjithmonë për sportistë të tjerë apo i kanë pasur punë të zgjedhjeve? Kanë deri tash nuk kam pasur ndonjë ftesë nga politikanët ose kështu, normal më ka uru shumë presidenti i Komitetit Olimpik, por nuk është momentalisht nuk gjendet në Shqipëri, është në Arabi, që të kthehej domethënë me mirëpret. Po në Shqipëri ka lëshë shumë mirë domethënë. Kam raporte të shkëlqyeshme me federatën, gjithashtu me Komitetin Olimpik. Orgesi ka po shumë për Shqipërinë, por Shqipëria që ka po për Orgesin? Shqipëria mendoj që ka po mjaft shumë, për nga ana psiqike, për nga ana morale. Domethënë më ka mbështet shumë, nuk më ka pengu ç'është më ka pengu Kosova, por nga ana financiare jo që ata nuk dojnë, por nuk kanë pas mundësi më ndihmu, sepse Shqipënia, Federata e Karates nuk ka buxhet aq të madh, domethënë ka 10 fish më të vogël se ai i Kosovës. Kështu që kanë të pamundur të më përkrajnë në Premier Liga, jo që nuk kanë dëshirë ata, por që nuk i kanë mundësitë. Mirë po në Shqipëni, në Federat është presidenti Petret Bapa, ka bërë një punë të shkëlqyeshme, ka një staf mjaft të mirë, gjithë kaloi mirë, është një atmosferë shumë e mirë, kështu që një ndjenja mjaft mirë si pjesë e kombëtarëve shqiptarë. Kampionatin evropian e përfundove, ke përfunduar disa prej turnireve, tash përgatitet do shkojnë gjithçka në rreth Marokës, pra rreth Premier Ligës. E di që ke një kohë pak të karo pa ushtru, por po besoj që ke më rikthyer fuqishëm dhe ti je mesin e më të mirëve. Maroko do jetë Premier League, Premier Liga është niveli më i lartë botror, gara më e fortë në botë. Ato marrin pjesë vetëm të rrjedhë 2 garuz më të mirë të botës, janë 4 gara që marrin në vjet, janë
garat kryesore për pikë për kampionat botror. Ato është konkurenca shumë e fortë, pasi marrin çdo garues më i mirë në botë merr Penishit deri në 32, nxjelljen të paraqitëm në garë. Ato është konkurenca shumë e fortë. Unë këtë vetë kom pas paraqitje shumë të mira në Premier Liga, në veni 5 në Paris, kom hup medalje për pak, 2 gara tjera jem dalë dytë në grup. Kështu që shpresoj që jem do jem mirë, edhe pse nuk e kam ashtu, nuk e marr shumë afër zemrës, pasi jam i lodhur, nuk mujt as me stërvit shumë. Gjithashtu e kam pak problem punën e kilogramëve. Po besoj që gjithçka do shkon mirë, edhe nuk e kam ndonjë presion, pasi veç jam i kualifikuar për botror, kështu që më shumë do e marr si një garë, më thon për çefi. Garus ti një po çka e bën të dallueshëm Orgesin nga garus të tjerë. Cila është diferenca jote në këtë Premier League? Mendoj që kam bërë përvojë mjaft shumë. Përvoja është ajo gjëja kryesore që kam me përdallem nga disa garus të tjerë. Gjithashtu tash mendoj që jam në formën më të mirë jetësore, kur nuk kam qenë në formë më të mirë. Këto 2 vitet e fundit jam të shërthejme në atë prime-in. Mendoj që kam rinë një farë pjekonie që diçka do të më bëj për me fitu medalje. Edhe në gjithë garus të një pa të largu me destin, 90% tyneve që i kom poshtë. Gjithë do me thonë, pe qka e në kom renditje, pe nishën të rridhët të partë, 90% që i kom poshtë. Ata që më kam poshtë një numër shumë i vogël, edhe nëse më kam poshtë shumë afër. Kështu që menoj që jam top form, po menoj që do jem edhe pretendent për medaljen e kampionatit botror. Orges, unë shpresoj për më të mirat, diçka të fundit nëse ke, po besoj që i folëm pak a shumë ato të cilat është dashur për t'i prekur, sepse disa të tjera vetëm se jemi prekur së bashku, unë tërej për më të mirën nëse ke diçka të fundit lirisht mundesh me fal. Jo, faleminderit vetëm falenderoj ty për përkrahjen, ke qenë afër neve gjatë gjithë kohës, duke na përkrahur, duke informuar, kështu që falenderoj edhe është kënaqësi të jem prapë këto te ti. Unë të mirëpres çdo herë. Shpresoj që të jem edhe pas botrorit.